Në Qendrën për Kulturë në Gostivar u mbajt manifestim kushtuar 22 nëntorit, ditës së alfabetit, i cili u realizua në bashkëpunim me shkollat e qytetit. Programi u hap me intonimin e himnit kombëtar, të cilin e solli kori i nxënësve të shkollës Ismail Qemali, duke vijuar me pjesë teatrale, recitale, këngë e valle, të cilat në fokus kishin sakrificën e atyre që bën të mundur që gjuha jon të bëhet shtylla më e fuqishme e ruajtjes së identitetit ton kombëtar. Ceremonia e shënimit të kësaj date bëri bashkëpërfaqësues të institucioneve të qytetit e me ta edhe shumë qytetarë që kishin ardhur të kalojnë momentet festive të kësaj dite të rëndësishme të popullit shqiptar. E në momente si këto, nuk ish si të mungonte referati kryesor që në skenë solli aktori e njohur gostivarase Vjolca Baftiu Zylbeari. Sot pra jeni mbledhur për të nderuar një nga datat më të shënuara të historisë sonë kombëtare, 22 nëntorin. Kjo ditë nuk është vetëm një kujtim historik, ajo është një gurth themel i identitetit tonë, një akt i guximshëm që ndryshoi përfundimisht rrugën e popullit shqiptar. Në vitin 1908, në qytetin e Manastirit, u mblodhën dietarët, patriotët, mësues e veprimtarë të përkushtuar, të cilët, përkundër vështirësive të kohës, vendosën të bashkojnë zërin e gjuhës shqipe. Ata e kuptuan se një komp pa një alfabet të njësuar është si një trup pa zemër. Me fjalë të zgjedhura për zhvillimet që e karakterizojnë ditën e alfabetit, doli edhe kryetari i Gostivarit Valbon Limani, i cili shfrytëzoi nga rasti që shqiptarëve kudo që janë t'u uroj 22 nëntorin. Burrat e Kongresit të Manastirit, patriot të mëdhenj, kryen një punë të vështirë, një punë që mbetet sfidë edhe sot, të bashkonin shqiptarët në një mendje. Shkronja që ata përcaktuan si përfundimtare janë rojtarët e gjuhës tonë, të identitetit tonë dhe mbi gjitha të kombit tonë. Në Maqedoni jetojmë në një shtet multietnik. Kemi fatin të flasim disa gjuhë, të cilat në ndryshimet e tyre na pasurojnë dhe na afrojnë më shumë me njëri tjetrin. Ashtu si alfabeti bashkoi shqiptarët përmes një shkrimi të vetëm, ashtu edhe respekti për njëri tjetrin let na bashkoi për një jetë me harmoni dhe begati. Manifestimet kryesor të shënimit të 22 nëntorit i kanë paraprirë një sër aktivitetesh në përshkollat, të cilat kanë risjellë tek brezi i ri kontributin e të gjithë atyre që bën çmos që ne sot të gëzojmë alfabetin me të cilin shkruajmë gjuhën tonë të bukur dhe historinë tonë të lavdishme.